Ja erdha prapun. Ka bërë zotit bukur mi motër. Jo mi motër të ka bërë doktori. Po kur i ikën doktori dora. Ama të ikur. Po. Del fytyra jashtë kontrollit. Pastaj s'ka birë none që të kthen më në këtë botë. Tani para se të marrë këtë gotën unë, që e kam shumë ters këtu të vënë, në të ndomë nisën 2026 ters. Do flasim pak për këtë trendin e fundit, këto botoxet. Dua të bëhemi bukur. Dua të bëhemi bukur. Heqim vjami në këmbë, heqim vjami në shpinë, heqim vjami në bark, heqim vjami në duar, heqim në brinj, heqim në kock, heqim në dhëmb, heqim në sy, heqim në flok, dhe më në fund dalim skilet. Realisht. Dhe më në fund bëhemi të gjithë një fytyrë, si thonë të doktori, të gjithë bëhemi Barbie, dhe ja ku jemi ne Barbit. Do të cilë disa fotografi pranë jush, dhe do të kisha dashur ju vajza që vdisni të dukeni bukur, që e keni bërë këtë mjekun të estetikës, e keni bërë si vllaun tuaj, që e vizitoni më shumë mjekun se babin, të jeni pak me këmbë më në tokë, sepse mund të përfundoni si Viçi i Qazimit. Do të thoni pse, sepse Viçi i Qazimit nuk ka bërë botoxe, por gocat në ditën e sotme mundohen t'i afrohen Viçit. Ka nga ato. Dhe kështu që të dashura goca, qëndroni goca, mos u shëndroni në Viç. Fotografia e parë që unë kam përzgjedhur është një fotografi normale. Një ditë të bukur, kjo motra, edhe pse i ka buzët tamam kjo, por e kishte takuar një djali në rrugë. Dhe ai djali kishte thënë: "Mendje femrash më, trupeshku. Unë preferoj një gocë", i kishte thënë ai, "që i ka buzët kështu, e bukur, e ëmbël." Kjo goca e kishte kaluar aty nëpër rrugë. Dhe gocat, këto femrat kanë dhe xhelozi, flasin dhe nga inati. Ti preferon atë? Investimin e fundit lek që kam familje, nesër unë te doktori. Shkoj dhe bëhem kështu. Kjo goca, nga buzë normale, doli tek buzët e Qazimit, që i thash që parun, ja. Po pse mi motër, pse? Po që të gjeti moj motër që gjetë zhbelan me këtë që ke bërë. Dhe me thonë, këto buzët, nuk e di unë, po e vete si ja ka bo. Se ku do në shkon me këto buzë, nuk e di. Tani këto mjekët që merren me këtë punën bashkë dua ta di se cilit stili përshtatet kjo pamje. Do të thënë, për t'ia kërkuar unë mjeku të ma bën këtë lloj buze, çfarë stili duhet i them? Si quhet ky stili? Thënë, kjo buzët i kanë dalë jashtë kontrolle, edhe tani janë bërë ato buzë si tullumbace, janë bërë si buzë, fkuti unë, buzë të pakuptueshme, dhe kjo ndihet e mërzitur, ndihet e thyer, se normal ku do shkon me ato buzë. Edhe kafe në shkreta po të hapje se ndjen. Edhe ushqim po të hanë se djen. Po në qoftë se buza i qik nuk të djegën nga supa, nuk të djegën nga filxhani kafes. Po s'ke bërë gjëmi, s'ke bërë gjë. Po nese kam edhe një foto tjetër unë. Ma jepi qik edhe foton tjetër. Po. Ta pjekës. Që na gjetë me këto gocat. Tani nuk e di këto buzët se si janë, po këto vetëm buzë nuk janë. Unë e di çfarë doni të thoni ju dhe ku shkon mendja, po edhe ashtu nuk janë, se ofendojmë dhe atë. Me thënë thjesht, kjo ka dashur të eksperimenton, por ka dalur në këtë gjendje që është. Shumë e bukur, tepër tërheqëse. Imagjinoni që ka dhe çuna që i pëlqen këto buzë. Imagjinoni. Do me thënë sikur të puthësh në një tullumbac. I ke parasysh ato tullumbace të gjata që ishin më përpara, ka dhe tani ashtu tullumbace, ishin sa tullumbace kështu të gjata. Ato kur i fryje çik si me zor ato, edhe ato do me thënë bëhen të gjata kështu, edhe mundesh t'i ndash në gjysëm, edhe t'i vesh këtu do me thënë fix buzë tullumbaci, po kjo goca dukesh ka që ndjetë e lumtur me këto buzët edhe i pëlqen vetja.
Në fakt motor duke shumë bukur, unë isha si ti, kisha fut edhe një 2 doza të mira kështu botox, paktën ta mbulonin këtë pikën e hundëve, se do dukesh pak më interesant, kështu. Okej. Kemi edhe një foto tjetër më duket, po. Përshëndetje ç'kemi, haj. Kjo vajza duket sa e bukur, sa e mirë, sa e ëmbël, po këto buzët sikur ja kanë prishur këtë pamjen një çik, domethënë një fyty holl, një fytyrë e vogël dhe buzët ja, kaq. Imagjinoni ju shikon Vjera me këto buzë, ç'a mund të thonte Vjera. Nuk e di domethënë ç'a ndjen këto me këto buzë, dua të marr iden, por gjithsesi, të dashura goca. Unë e di që inteligjenca artificiale, e di që rrjetet sociale, e di që në celularin ton ka qindra mijëra programe që ju të bëni fytyrën tuaj. E di që kur e shikoni veten tuaj në ChatGPT, në Gemini, ju duket vetja e bukur me ato buzët interesante dhe ju shkoni tek mjeku. Kështu që mos e bëni doktorin që të pendohet që e ka nisur këtë profesioni, por qëndroni ashtu siç ju ka dhënë Zoti, mos bëni eksperimente, se sinqerisht, që e thash në fillim, viçi i qazimit, ti shkoni nga mbrapa viçi i qazimit. Me thënë është super më i bukur se ju. Andaj, zgjidhni naturalitetin, jetoni me këmbë në tokë, nuk e di se çau pëlqen këto buzë viçi. Këto janë operimet plastike, botoksat, sido që t'i quajnë, domethënë estetika më e dështuar që ka ndodhur ndonjëherë, me këto goca që në fakt dëshirojnë të bëjnë çuditëra në jetën e tyre. Për shembull, kjo estetik përdoret shumë edhe tek artistët shqiptar. Kemi shumë artiste që o zoti madh, janë bërë, domethënë nuk e di. Kjo mos e thënë Zoti. Të kesh fatin të flesh me këto dhe të zgjohesh në mëngjes. Dhe vallë mendja të është haruar që e ke aty motrën. Se nuk jam bath në për apartament, edhe nuk jam bath në për shkallë, i zhveshur nga frika, se qa ishte ai viç që më kishte ardhur në krevat, ja unë kokën e pres. Unë mendoj që le të jemi pak më modest, le të jemi më pak njerëz, le të bëjmë estetik, po jo estetik të çmendur, sepse ne nuk mund të bëhemi përtej asaj që jemi. Kështu që uroj këto buzët e bukura në vitin 2026 të bëhen vërtet buzë të bukura. Jo buzë që për shembull neve thjesht të qeshemi, të argëtohemi dhe të kënaqemi në natën e vitit të ri. Unë këtyre gocave të dashura ju uroj vitin e ri dhe shpresoj që buzët ju lëshojnë deri në vitin 2027 sepse i kanë të mbushura me botox. E di se është e vështirë për ta ballafaquar, por do të mësohen.